Të nderuar gazetarë, të nderuar shqiptarë, të nderuar qytetarë të vendit. Sot ishim dëshmitar të mbledhjes të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, i cili me shumicë vota nuk pranoi ankesat e lëvizjes Besa, duke i mundësuar kështu vëmërët e PMN-s që të mbajnë me pa të drejtë një mandat deputeti që na takonte neve në njësinë numër 2. Përkundër asaj se votue si t'u dhan mesazhin këtyre partive politike në zgjedhje, ato përsëri vazhdojnë t'i bashkojnë duart kundër tyre interesave të shqiptarëve dhe qytetarëve të këtij vendi. Duke shkelur edhe një herë mbi të drejtat, KSHZ-ja dëshmoi edhe një herë se Maqedonia është shtet ku drejtësia është më e rrallë se uji i shkretimit. Sot edhe një herë u dëshmua se KSHZ merr vendime sipas diktateve politike, ndërsa ishte e dhimbshme të shohësh se si përfaqësuesit shqiptar në të, ata të BDI-s dhe PDSH-s, dhe ai që gjoja është i pavarur, e mbronin interesin e VMRO-s së Nikola Gruevskit më shumë se vetë përfaqësuesit e Gruevskit në këtë komision. Të nderuar, në këtë situatë, kur më nuk i besojmë KSHZ-s, as drejtësisë tjetër në vend, shpresa e fundit është se së shpejti në vend të përfaqësuesit të PDSH-s, ose më mirë thënë, përfaqësuesit të VMRO dhe PMN-s Bedreddin Ibrahimi, do të jetë përfaqësuesi i lëvizjes Besa, dhe kjo do të jetë një mundësi që ky institucion kaq i rëndësishëm për demokracinë në Maqedoni të mund të vendoset në binar të vërtetë. Të nderuar aktivistë të BDI-s dhe të PDSH-s, na vjen shumë keq për juve, por sot përfaqësuesit tuaj në KSHZ nuk i morën deputet lëvizjes Besa. Ata u morën një deputet shqiptarëve të Maqedonisë dhe ja dhanë Gruevskit. Kjo është ajo që u thoshim para zgjedhjeve. Vota për BDI-n është votë për VMRO-n dhe Nikola Gruevskin. U qoftë për nder atyre që e bën këtë turp.